vitet pashtu janë obligim, sidomos 10 ditën e fundit të Ramazanit me i dhënë vitet për secilin antar të familjes. E kemi dy urdhëresa. E para, kur flasim për zeqatin, kemi të bëjmë pashtu me urdhër të Zotit xhelel xhelalu. I Madhi Zot ka urdhëruar pra me dhënë zeqatin për ata të cilët e posedojnë një kot të caktuar, që është diku 91 gram ari, dhe detyrohet 2.5% me i dhënë prej saj, dhe kjo është zeqat. Dhe ky zeqat e ka për obligim farz me dhënë. Janë kategoritë në Kur'anin e Kerim që Zoti ka përmend ku i jepet zeqati. Po s'mundonim shumë e shpjegu. Pra zeqati është urdhën i Zotit dhe do të kota mu plesu që është 91 gram ari, që i posedon kët do të më dhënë 2.5 ose në vleftën e parave. Ta zonë, nëse sot bojnë 91 gram, marr shembull 10.000, ose nuk e di sa bojnë, tash i ki 10.000, po nuk i ki 91 gram, të zeqatin duhet me dhënë. Ose ki 91 gram ari, zeqatin duhet me dhënë. Më pak se 91 gram ari, pra nuk i jepet zeqati, mund të jepet sadak. Ndërsa vitet pashtu janë obligim, sidomos 10 ditën e fundit të Ramazanit me i dhënë vitet për secilin antar të familjes. Pra ata që kanë mundësi, vitet duhet me i dhënë prapë në të kategori që i përmend Kurani. Pra zeqati është farz, sadaka është vajib sipas mezhebit Hanifi me dhënë tek ata që kanë nevojë.